Betejë kundër SPAK po tërheq në llogoren e Berishës çdo ish zyrtar me llogari të hapura ndaj drejtësisë, edhe të majt. Në listën e hapur të Partisë Demokratike në Tiranë garon edhe kandidati Elton Roshi, djali i Xhaxhait të ish kryebashkiaku socialist Elvish Roshi, në nënhetim pasuror nga prokuroria e posaçme. Roshi, i cili në vitin 2011 theu për herë të parë bastionin historik demokrat të Kavajës, u doq më pas nga ligji i dekriminalizimit për shkak të një dënimi të padeklaruar për përdhunim në Itali. Por ndaj Elvis Roshit pati dhe një investim me denoncime nga Selia Blu për ta larguar nga zyra e kryebashkiakut. Kohët ndryshojnë shpejt. Burime pran ABC News mësojnë se dhe vet Elvis Roshi ka kaluar ylberin politik dhe ka filluar fushatën në Kavaj për kushëririn e tij dhe Partinë Demokratike. Ai nuk ka biseduar drejt për drejt me Berishën, por ka gjetur një emërues të përbashkët, aleatin Agron Duka, i cili ka negociuar me doktorin për kushëririn e tij. Në primaret e Partisë Demokratike për qarkun e Tiranës, më i votuari me 914 vota rezultoi kreu i PD-s në Kavaj, Hysen Kadiu, por më pas u tërhoq nga gara, pasi vendin në listë të mbyllur ja mori djali Fahri Balliut. Në vend të një demokrati të votuar në një bashki të djathtë, demokratët do të kenë si përfaqësues kandidatin e ish socialistit Elvis Roshi, që me doktorin i lidh një hall i përbashkët, SPAK.